Gjesti ka vendosur të mos qëndrojë në heshtje përballë zhvillimeve dhe debatave të fundit që po prekin zonën e Zvërnecit. Përmes një mesazhi në llogarinë e tij në Instagram, ai ka shprehur shqetësimin e tij për mënyrën se si po trajtohet kjo perle e natyrës dhe tragjikimisë tonë. Ai ka bërë të qartë se nuk është kundër investimeve apo zhvillimit të tërësi, por ka theksuar se asgjë nuk mund të bëhet në dëm të vlerave që nuk zëvendësohen më. Unë si gjest nuk mund ta rri indiferent kur natyra, historia dhe identiteti vijen përballë interesave ekonomik. Zhvillimi është i nevojshëm, por ai duhet të ndërtohet me transparencë dhe me respekt për trashëgiminë që nuk zëvendësohet, shkroi ai duke vënë gishtin mbi nevojën për një ekuilibër mes ekonomisë dhe mjedisit. Në mbyllje të reagimit të tij, këngëtari ka përcjellë një urim dhe një thirrje të fortë drejtuar vendimarrësve, duke kërkuar se çdo hap i radhës të hidhet duke konsultuar me njerëzit dhe duke respektuar tokën. Uroj që çdo vendim për Zvërnecin të merret me përgjegjësi, me dëgjimin e qytetarëve dhe me respekt për natyrën, përfundon ai në mesazhin e tij, të cilin ka shoqëruar dhe me një emoji të një zemre të kuqe, duke treguar lidhjen e tij të fortë shpirtërore me këtë çështje. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.